Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do të mblidhet sot për të vendosur lidhur me shqyrtimin e kërkesës së SPAK për Belinda Ballukun, zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës, e cila është e pezulluar nga detyra. SPAK ka kërkuar autorizim nga Kuvendi për të proceduar më tej me rastin Balluku, ndërsa ka një përplasje mes mazhorancës në njërin anë dhe prokurorisë speciale në tjetrën, sa i takon procedurës së ndjekur në vendimin për pezullimin e saj nga funksionet qeveritare. Çështja mbetet për të shqyrtuar me spalve, ku në njërin anë prokurorët e SPAK duhet të përgjigjen për pyetjet që mund të kenë deputetët, ndërsa avokatët e Balluku do të paraqesin argumentet e tyre, por kjo nuk pritet të ndodhë në seancën e sotme, ku palët duhet të dakordsohen fillimisht se kur të shqyrtohet në themel çështja. Ndaj pritet që në mbledhjen e sotme Këshilli i Mandateve të shqyrtojë një datë se kur do të zhvillojë mbledhjen ku do të merret vendimi për kërkesën e SPAK, pra nëse do të hiqet ose jo imuniteti, dhe nëse Kuvendi do të autorizojë SPAK për një mas sigurie ndaluese, arrest me burg, arrest shtëpi apo kontroll banese për zëvendës kryeministren e pezulluar nga detyra. SPAK depozitoi në Kuvend një kërkesë për autorizim në rastin e Ballukut rreth 2 muaj më parë, ndërsa kryeministri Edi Rama ishte drejtuar gjykatës kushtetuese me një ankim sa i takon një vendimi të GKK-s për pezullimin e saj nga funksionet qeveritare. Kushtetuesja nuk arriti të merrte një vendim për shkak se 8 anëtarët e saj u ndan 4-4 pra pa arritur të krijojnë një shumicë, duke bërë që të mbetet në fuqi vendimi i GKK-s. Vendimi i kushtetueses ende nuk është zbardhur, çka do të thotë se kjo mund të jetë një arsye për deputetët antar të Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve të kërkojnë më shumë kohë në dispozicion. Kushtetuesja ka kohë 30 ditë për të shpallur vendimin, çka do të thotë se ligjërisht afati është deri në javën e parë të marsit, nisur nga fakti se 6 shkurti ishte data e fundit kur antarët e gjykatës deklaruan ndarjen 4-4 me dhënien e argumenteve të tyre. Më herët antarët e mazhorancës në këtë këshill e lidhën shqyrtimin e kërkesës së SPAK me ankimin e kryeministrit nën kushtetuese, duke u shprehur se në fillim duhet të shprehë gjykata dhe më pas të procedojë me kërkesën e prokurorisë speciale. Ky qëndrimi i socialistëve u interpretua nga opozita si një përpjekje për zvarritur çështjen dhe të tejkaloheshin afatet e shqyrtimit të kërkesës së SPAK, e cila ka një vlefshmëri 3 muaj, dhe nëse nuk ka një shqyrtim, ajo duhet të përsëritet nga prokuroria speciale. Opozita pritet kërkojë në mbledhjen e sotme një vendimarrje sa më të shpejtë, ndërsa SPAK ka depozituar në fund të dhjetorit 2025 kërkesën e tij bashkë me një seri provash dhe dokumentesh, të cilat konsiderohen si sekret hetimor, dhe deputetët antar të Këshillit nuk u lejohet që t'i bëjnë publike. Në anën tjetër, socialistët, bazuar edhe në deklaratat publike të kryeministrit Edi Rama se çështja nuk ka ndonjë urgjencë për të shqyrtuar, mund të kërkojnë që të pritet zbardhja e vendimit të kushtetueses për të parë edhe argumentet e plota të antarëve të ndarë në pro dhe kundër ankimit të kreut të qeverisë, nëse një gjykat ka të drejtë ose jo të pezullojë nga detyra një antar të Këshillit të Ministrave. Paralelisht, mazhoranca ka ndërmarrë një nismë për të ndryshuar nenin 242 të Kodit Penal, mbi të cilin SPAK është përqendruar në rastin e Belinda Ballukut, duke kërkuar pezullimin e saj nga funksionet qeveritare.